Këtu jemi në xhaminë e Katunit tonë. Jemi me Hoxhën, me Xhemën, edhe me Myftiun e Elbasanit. Unë du të uroj me gjithë shpirt, gjithë besimtarët musliman edhe gjithë kombin shqiptar gëzuar këtë fest kaq të madhe Kurban Bayramin. Kjo është festa më e madhe e muslimanizmit, ku gjithë njerëzit duhet bëjnë kurban për veten, për familjet e varfra, për gjithkën. Me thonë drejtën Hoxh, unë edhe për Pashk, edhe për Kurban Bayramin, unë nuk haroj, Allah shpërblet. Edhe drejtën, vi këtu edhe ju përshnes, edhe ju uroj me gjithë shpirt. Allah të shpëlbeft, ishte gjej lusa këtu në mesën tonë, xhamin me ngërnuar në Elbasan, her pas here, mashallah, ban kurban për lagjen tonë, për fshatarët, për të varfërit dhe për jetimat në nevojë. Është vit pas viti, pra këtë vit ka dërguar qenë kurbane, mashallah, mirësia madhe. Ashtu shoh për prindit e tij, ka pas disa prindë mrekullueshëm, Zoti më shëroft atë në botën tjetër ku janë. Ka asnjë fjalë që kush nuk falenderon njerëz nuk ka falendëruar Allahun. Dhe gjej rastin që të gjejmë donatorë të tjerë sikur ju. Miqtë e mi, edhe ju të politikës, rrogat e mira i keni. Sa vini për Bajram edhe për Pashk, edhe uroni, uleni, hani pini nga i Coca-Cola, po futeni ka herë dorën në xhep për këto shtëpiat e Zotit, se me thonë drejtën dhe këta kanë nevojë për me qëndru në kam. Kështu që unë në këtë fest madhe kam dëshirë se në sensibilizoj sa do pak, farmirit shumë për fjalët e juja, opinionin publik, po dhe politikën që t'i kthej syt nga këta. Do thoja diçka tjetër, se jemi Kurban Bayram. Bashkë dhe profeti alayhis salam theri kurban, edhe për ndan dhe profeti alayhis salam. Po ne tha vetë, sa ajo çka kemi ndan është e jona. Të që kemi tu ne nuk është e jona. Pra me anë të kurbanit, kur the robi, sa qime ka dashje delja, aq mirësi t'jep Zoti xhallahu, të hapen rrugët, t'jep mirësi në këtë botën tjetër. Zoti të shpëlbeft. Gëzuar të gjithëve këtë ditë të shenjtë të mbar njerëzimit. Gëzuar.